Prokuroria e posaçme kërkon të vërë në bankën e të akuzuarve 27 të pandehur për krime shumë të rënda. Mes tyre bën pjesë ish deputeti socialist Arben Doka në rolin e krijuesit dhe organizuesit të një grupi kriminal që në shënjestër kishte vrasjen e 2 vëllezërve Durim dhe Valter Bami. S'pak ka arritur të zbardhë se në fakt ish deputeti ka bashkëpunuar me disa krerë grupesh të tjerë, siç ishte edhe i shumë kërkuari një herësh i shpallur i zhdukur Ervis Martinaj. Edhe ky i fundit kërkonte ekzekutimin e vëllezërve. Megjithatë, nga ana e tij, i ashtu quajturi bosi i lojrave të fatit, Ervis Martinaj, rezulton si krijues dhe financues i një tjetër grupi kriminal për të siguruar kushtet për vrasjen e 5 personave të tjerë. Mes tyre bën pjesë edhe aleati i tij i dikurshëm, Leonard Duka. Janë organizuar prej qershorit 2020 për vrasjen e shtetasit Durim Bami për shkak të konflikteve që Ervis Martina dhe Tori Xhecuka kishin me këtë shtetas. Më datë 4/11/2020, antarët e këtij grupi të strukturuar kriminal kanë tentuar të vrasin me armë zjarri pa leje shtetasit Durim Bami dhe Ervin Kodra në vendin e quajtur Ura e Tapizës, Fushkruj. Ata po udhëtonin me një autovetur Range Rover ngjyre zezë me targa italiane, ndërsa pasagjer ka qenë djali i hallës së tij, Ervin Kodra. Në njoftimin e gjatë të prokurorisë posaçme vihet re përplasja e dhunshme e secilit grup në asgjësimin e tjetrit. Edhe Durim Bami është pjesë e listës së personave ndaj të cilëve s'pak kërkon gjykimin. Nga ana e tij, edhe ai drejtuesi një tjetër grupi kriminal akuzohet se ka kërkuar të vrasë pikërisht ish ligjvënësin socialist Arben Doka dhe 2 persona të tjerë, ushtar të Ervis Martinajt. Bami ka bashkëpunuar me Endri Doglen për të kryer vrasjet, ndërsa për të trafikuar drogë ka pasur bashkëpunëtor nga radhët e policisë së shtetit. I pandehuri Durim Bami ka organizuar, drejtuar dhe financuar një grup të strukturuar kriminal të destinuar në kultivimin e bimëve narkotike kanabis sativa në fshatin Nikël, Fushkruj, gjatë periudhës kohore dhjetor 2019 korrik 2020, si edhe në zonën e njësisë administrative Bupq të bashkisë Kruj, si para ashtu edhe gjatë muajit shtator 2020, duke u kujdesur për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Ai ndihmoi në veprimet e tij të kundraligjshme nga punonjës të policisë së shtetit si i pandehuri Altin Morina dhe shtetas të tjerë ende të pa identifikuar të cilët i jepnin informacione apo ndihmonin në shmangjen e kontrolleve të parcelave të mbjella me bimë narkotike. Por jo vetëm kaq, janë vënë në akuzë edhe ish drejtori i policisë së Lezhës, Henry Gert Mitri dhe Klodian Shahini, ish shefi i seksionit të luftës kundër narkotikëve.